Ja ku po takohemi përsëri të dashur nxënës. Sot do të mbajmë një orë nga lenda e gjuhës shqipe me temen Historia e gjuhës shqipe pra për klasën e 9. Njësinë mësimore e keni tek libri i nxënësit në faqen 104. Do të flasim për origjinën e gjuhës shqipe. Nga e ka origjinën gjuha shqipe? Problemi i origjinës së gjuhës shqipe është një nga problemet shumë të debatuara të shkencës gjuhësore. Ajo e ka burimin pa dyshim prej njërës nga gjuhët e lashta të gadishullit ballkanik, ilirishtes ose trakishtes. Në literaturën gjuhësore qarkullojnë dy teza themelore për origjinën e shqipes: teza e origjinës ilire dhe teza e origjinës trake. Por, teza ilire është ajo e cila ka gjetur mbështetje më të madhe dhe më të gjerë nga të dhënat historike dhe gjuhësore. Ajo është formuar që në shekullin 18 në rrethet e historianëve dhe albanologëve. Por vjen pyetja, çfarë argumenton këtë tezë? Disa nga argumentet i kemi të ilustruara tek tabela. Mund të theksojmë se shqiptarët banojnë sot në një pjesë të trojeve ku kanë banuar fise ilire. Disa elemente gjuhësore që janë të njohur si ilire gjejnë shpjegim me anë të gjuhës shqipe, për shembull fjalë ilire si aspetos që në shqip përkthehet i shpejt, aran që në shqip përkthehet ar, apo dhe emra gjeografik si Dardania që përkthehet dardh, Ulkin që përkthehet ujk e tjerë. Tjetër argument është marrëdhëniet e shqipes me greqishten e vjetër dhe latinishten, të cilat tregojnë se shqipja është formuar dhe zhvilluar në afërsi me këto dy gjuhë këtu në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit. Kemi marrë këtu disa fjalë nga greqishtja, për shembull qershi, shpellë, drapër e tjerë, po ashtu edhe nga latinishtja, ar, kal, mbret e tjerë. Edhe një nga argumentet e fundit të cilin e kam sjellë këtu është që të dhënat arkeologjike e kulturore dëshmojnë se ka vijimsi nga ilirët antik tek shqiptarët e sotëm. Pra, në bazë të këtyre argumenteve dhe të kësaj teze, vërtetohet se shqiptarët janë pasardhës të ilireve dhe gjuha shqipe është pasardhëse e ilirishtes. Por, kur ka filluar të shkruhet gjuha shqipe? Këtë do ta shihni të ilustruar tek libri i nxënësit në faqen 106, ku kemi dokumentet e para të shqipes së shkruar. Siç e dim, shqipja është një nga gjuhët e lashta të Ballkanit, por e dokumentuar me shkrim mjaft vonë, në shekullin 15. Cilat janë dokumentet e para në gjuhën shqipe? Kemi formulën e pagëzimit të vitit 1462, fjalori i Arnold von Harfit i vitit 1497 dhe dokumenti i tretë është Perikopeja e Ungjillit të Pashkës nga fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Këtu i kemi të ilustruara secilin veç e veç, do të fillojmë me formulën e pagëzimit. Atëherë, formula e pagëzimit është dokumenti më i vjetër i shkruar nga Pal Angeli, kryepiskop i Durrësit. Dokumenti ka formën e një qarkoreje me karakter fetar dhe është lëshuar nga një kishë në mat në vitin 1462. Formula do t'ju shërbente malsorëve që jetonin në thellësi të krahinave për të pagëzuar fëmijët e tyre në shtëpi. Është shkruar në dialektin everiut me shkronja latine. Këtu kemi pra edhe një ilustrim të formulës, formën se si ajo është shkruar. Vijojmë me dokumentin e dytë, i cili është fjalori i Arnold von Harfit, i vitit 1497. Udhëtari gjerman Arnold von Harf në vitin 1496 nisi një udhëtim nga Kölni në tokat e shenjta, pra në Palestinë. Në vitin 1497 ai kaloi nëpër bregdetin e Shqipërisë, Durrës, Sazan edhe Ulqin. Kështu, për arsye komunikimi me njerëz, ai shënoi disa fjalë në gjuhën shqipe. Në fjalor janë të përfshira 26 fjalë shqipe, si për shembull ujë, verë, bukë, mish e tjerë, pra fjalë të thjeshta, fjalë elementare, 8 shprehje, edhe numrat nga 1 deri në 10 dhe numrin 100 e 1000 të shoqëruar me përkthim në gjuhën gjermane. Do të vazhdojmë me
dokumentin e tretë, i cili është Perikopeja e Ungjillit të Pashkës, nga fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Është dokumenti pra i tretë i Shqipës së shkruar, i cili përbëhet nga 2 pjesë të vogla Bible në gjuhën shqipe, që u gjetën në një dorëshkrim greqisht të shekullit të 16. Dokumenti është i shkruar në dialektin e jugut me alfabetin grek. Pra, këto janë 3 dokumentet e gjuhës shqipe, të cilat datojnë shumë herët. Kurse në fund, do të vazhdojmë me librin e parë të shkruar në gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për Mësharin e Gjon Buzukut të vitit 1555. Pra, është libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe që njohim deri më sot, dhe ky është Mëshari i Gjon Buzukut i vitit 1555. Prifti shqiptar Dom Gjon Buzuku, duke parë nevojën e madhe që kishin besimtarët e krishterë shqiptar për të dëgjuar e kremtuar fjalën e Zotit, vendosi të përpilonte këtë vepër që shërbente për meshtarët e kohës gjatë kremtimeve të ndryshme liturgjike në gjuhën e popullit. Për të plotësuar këtë nevojë shpirtërore e kombëtare, Dom Gjon Buzuku e nisi veprën e tij me 20 mars të vitit 1554 dhe e përfundoi në shkurt të vitit 1555. Pra, si që vërejtet, këto ishin disa të dhëna në lidhje me origjinën e gjuhës shqipe. Unë ju falenderoj dhe shifemi në një orë të ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.